Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Arom Shkodrë. Ju e dini që ne her pas here në transmetimet tona sjellim tema që frymëzojnë, na nxisin të bëjmë gjërat mrekullueshme duke sjellë një shembull pozitiv se çfarë ndodh në këtë realitet, ndoshta janë detaje që dhe nuk ju japim rëndësi, por pastaj kur ndalemi kuptojmë që mund të përfitojmë prej këtyre detajeve, mund të ndjekim një model të mirë, mund të ndryshojmë mendime për gjëra të ndryshme të tjera. Por her pas here në emisionin Arom Shkodrë ju kemi lënë në vend edhe problematikave, aktualitetit, që dashur pa dashur ne nuk mund të themi që çdo gjë është fush me lule. Kemi edhe momente që na drithërojnë drama të cilat sado që në opinionin e gjerë përsillen me komente nga më të ndryshme, sërish nuk është se i gjejmë aq lehtë paqen shpirtërore pas tyre. Dhe duke qenë se momentet të tilla si ngjarjet më të fundit në Shkodër na bëjnë të reflektojmë pa llogaritur edhe faktin se ne tashmë në bazë asaj që dëgjojmë, në bazë edhe të asaj që referojnë mediat, pasi media mbetet ushqimi i parësor teksa dëgjojmë histori të tilla, nuk ndalim edhe duke i komentuar dhe analizuar. E rëndësishme është që të mos ta kape euforia në vlerësime negative, por të jemi sa më objektiv, pavarësisht se si qytetar të thjeshtë vendimet apo argumentet tona nuk e kanë atë profesionalizmin që mund të jepte një specialist, megjithatë duke dëgjuar një bisedë me një specialist autoritar, kjo ndikon drejt për së drejti në mënyrën se si ne duhet i gjykojmë gjërat. Dhe duke u ndalur te ngjarja më e fundit, ajo që ndodhi me gjyqtarin Nasit Kalaja, ne dëshirojmë që në emisionin Arom Shkodrë të bëjmë një përjashtim të vogël, nuk mund të qëndrojmë jashtë gjithë kësaj historie, duke zhvilluar bisedë me një avokate e cila vjen për herë të parë në emisionin tonë. Në fakt, ne kemi dhe biseda të tjera të realizuar me avokatër shkodran, por kësaj radhe kemi prishur disi atë traditën tonë me qëllimin e mirë për të prezantuar personazhe të rinj, për të sjellë një mendim ndryshe nga një avokate e cila nuk banon në Shkodër, vjen her pas here, takon miqtë e saj që janë qytetarë shumë të ndershëm, mjaft mirë të qytetit të Shkodrës, por takon edhe të burgosurit në Burgun e Reçit. Tingëllon disi çuditshëm kjo, por avokatët këtë punë kanë. Ata puna tyre nuk ndale vetëm tek një proces gjyqësor, janë kontaktet më pas që dhe pas procesit dhe pas vendimit të marrë mbajnë gjithmonë me ata që i kanë mbështetur në momentet më kritike të jetës së tyre. Por do t'ju befasoj që në fillim me personin që kam thirrur. Ka një emër shumë veçantë, Sava Topalli, në fakt mbi emrin na tingëllon shumë, por edhe emri gjithashtu shumë i çuditshëm, është avokate, zyra e saj është në Laç realisht, por ajo banon në Tiranë dhe ka 4-5 vite që mbulon kryesisht, pasi për këtë gjë është specializuar, ka dhe përvojën e saj, studimet e saj për krimet e rënda. Zakonisht jemi mësuar të shohim imazhin e një avokati të rrept, i cili teksa paraqitet si avokat i krimeve të rënda, me njëherë sikur stepemi, sikur na imponohet, me njëherë ai imazhi i tij pak i vrëntur e të tjerë. Sava do t'ju befasoj. Sava, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Arom Shkodrë. Kozeta, mirëmbrëma, përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën. Për mua është kënaqësi të jem në emisionin tënd dhe kënaqësi të jem në mesin e Shkodrës. Edhe pse më ka ardhur në emision, unë prapë vazhdoj të shfaqet e habi që në momentin e parë që u pam jashtë studios, kur ti më the jam avokate e krimeve të rënda, dhe unë të kërkova 3 herë, ma përsërit pak të lutem avokate e krimeve të rënda. Si ka mundsi, nuk më përputhet, ajo që është krijuar tek unë dhe tek shumë teleshikues, me atë që ti je në imazh, më fal nëse nis që në hyrje të emisionit me imazhin tënd. Atëherë Kozeta, këtë e ndesh për ditë me njerëzit ose me gjykatën kur shkoj. Habiten si një avokati ka që rinë mosh dhe ndjek çështje penale si avokati ka që rinë mosh. Unë të them të drejtën Kozeta, kam 5 vite avokate. E zgjodhe vetë profilin e krimeve të rënda, se ndoshta këto më të lehtat administrative janë pak më të thjeshta, po jo, ti doje këto të rëndat fare. Doja këtë. E zgjodha këtë se mund besoj që pasioni lind me njeriu. E kuptoj. Ti je në një familje ushtarakësh, avokatëri që more këtë frymën luftarake, apo më fal që bëj pyetje të tilla sepse jo, ndoshta me babain, ndoshta kam pak tradit babai, profesioni babait? Jo, babai ka punuar në përburgje drejtor, po, edhe kështu mendoj që
kam trashëguar pak nga familja, drejtësi. Sillte diçka nga jeta, ajo jetë profesional që ka bërë, sillte në familje dhe ti? Po, të tregoj të drejtën, kur lexoj letrat, dashur pa dashur, kisha shumë pasion. Ndoshta t'i lexoja, kisha shumë pasion drejtësinë, që kur e fillova me shumë qejf. Okej, kur dëgjoj këtë rast, më fal se po hyj kaq thellë letrat e babait tënd dhe qendrimi i babait tënd. Ndije dhe mshuri për të burgosur apo mendoje që okej, është në vendin e duhur? Tani, të jem e sinqert, dhe mshuri jo për të gjithë, po për disa aty brenda besoj që po. Duke parë që ndoshta për disa vendi nuk është i duhur aty. Ti e konstaton dhe tani që ke mbaruar studimet, je në punë si avokate, ti konstaton kur shkon te Burgu i Reçit që ka persona që s'duhet ishin aty? Po, ka persona që nuk duhet jenë aty, mendoj. Ka persona që nuk duhet jenë aty, që padrejtësisht i është mohuar liria. Këtë e mendoj sepse nganjëherë mendoj që drejtësia është e padrejtë me disa njerëz. Të paktën me disa nga klientët e mi që unë kam, pastaj shoh raste, po marr një rast ekstrem që ndodhi kohët e fundit në Shkodër, të rasti që u plagosën disa vit. Gjëra e fundit që ndodhi në gjykatë Jo, flas për rastin në Shkodër, me Gilën. Po, para këtij rasti. Para këtij rasti. Pastaj rasti i fundit ishte ekstrem. Të vritet njëri në krye të detyrës, për mua është krim makabër. Krim makabër të cilën shteti nuk kanë fjalë. Nuk kanë fjalë. Autori... Ti avokati krimeve të rënda dhe unë po bëj pa fare formim profesional avokaten e personit që bëri vrasjen. Sikur vendosemi në role të tilla. 31 vjeç. Është vrasës për atë që bëri? Unë mendoj që backgroundi ati djali është shumë i vogël. Personat që ata e rrethojnë janë të tillë. Janë të tillë dhe duke qenë se psikologjia e disa njerëzve është shumë e vogël dhe mendon aty për aty dhe pastaj kur e bën diçka pendohet, mendoj që backgroundi ati djali ishte shumë një hapësirë e vogël që nuk mendoj çfarë do të ndodhte nesër, nuk mendoj ku do t'i kaloj ditët. Jo, aq më pak, që mori jetën e njeriu në krye detyrës, që ka shërbyer për vite, për 30 vite me radhë në drejtësi. Me shumë respekt për këtë njeri. Dalim pak te çështja e backgroundit, sepse po na ndjekin teleshikuesit, po kemi sërish edhe njerëz që atë background kanë. Domethënë, fakti është e drejtë apo nuk është e drejtë? Patjetër njerëzit duhet të kenë një background shumë të zhvilluar. Domethënë atij është bërë një padrejti. Familjes së tij apo ata nuk janë të qartë nëse po kërkojnë gjën e duhur ose e tillë është realiteti shqiptar që ti nisesh të bësh të vendosësh drejtësinë, po për ta vendosur drejtësinë kalon edhe disa procese, për shembull blerja e pronës, e cila nuk bëhet sipas ligjit, megjithatë ti ja ke dhënë atij që është pushtetar pagesën e tjera, se shumë fakte kemi dëgjuar. Si do ta vlerësoje? Ishte prona atyre dhe ai ishte me të drejtën e tyre teksa kërkonin atë pronë? Unë mendoj që nuk e kërkojnë me drejtat pronë, me sa pash, pastaj për të ndjerin astrit të paktën çështje që unë kam pasur me të voluminoze, kur nuk ka dhënë vendime jo drejta. Unë mendoj që ai nuk i ka hyrë në hak mira njerëzve, që ata mira njerëzve aty që dolën edhe folën për të ndjerin. Nëse keni parë në televizione që me lot në sy disa nga qytetarët që vetëm që shprehen ngushëllimet për familjarët, por ndjej një keqardhje për autorin. Ndoshta zbardhja e fakteve dhe parasesi ishte zinxhir, nuk po i marrim ne përsipër sepse nuk jemi direkt me çështjen. Unë një herë as që bëhet fjalë, nuk jam fare profesioni, por dua të ndalem tek një çështje e cila mundet të rrisjell këtë fenomen edhe herë të tjera. Bile unë habitem nganjëherë se sa pak kur dalin tani dëshmit të personave që njerëzit ndoshta edhe për turp e kanë mbajtur faktin që janë në përdyrë të gjykatave brenda hallit familjar. Po ndërkohë që tani kanë marrë një lloj kuraje dhe po deklarohen me dhjetra histori, kam 12 vjet, kam 15 vjet me një çështje, kam 30 vjet me një çështje. Pse është kjo vonesë e zgjatur në Shqipëri? Dhe përse njerëzit, një rast ishte që zotëria
vdiq dhe nuk e mori që nuk e mori pensionin. Po, atëherë Kozeta, sepse sistemi i drejtësisë në Shqipëri funksionon kështu, sepse nuk jemi ne si vendet europiane, jemi shumë mbrapa me sistemin e drejtësisë atje. Ka mira çështje në ditë, një gjyqtar gjykon 16 çështje në ditë. Tani janë mira çështje, nuk mund të kërkojnë qytetarë që të nderohet i pari ai që e ka gjyqin në fund, dhe cilët ai që e ka gjyqin në fund. Okej, unë do të sjell një fakt që kam provuar vetë në një proces gjyqësor i cili edhe sot e kësaj dite nuk ka marrë zgjidhje. Gjyqi është për fyerje. Dhe janë përballur në shkallën e parë, ndërkohë që ai si proces gjyqësor nuk ishte pse të ishte më shumë se sa 2 muaj. Dhe zgjati 2 vjet. Arsyeja ishte një dokument që pala tjetër pretendonte se do e sillte dhe gjykatësi e toleronte këtë vonesë, pra këtë zvarritje ka qenë gjykatës Tonin Stergaj. Dhe me thëmë pritja e kësaj, ka një rregull që gjykatësi duhet apresa të palë që pretendon sa është, për shembull, një fakt i tillë. Ka dhe një afat kohor, për çështje penale dhe çështje civile, ndërkohë Kozeta. Kështu që nuk besoj që një gjyqtar në Shqipëri të paktën nuk besoj që në rast se një çështje penale varion deri në 6 muaj për mbylljen e hetimeve, e zgjat më shumë se 6 muaj vetëm në rast se bëjmë shtyrje. Vetëm 2 vjet. Po, në rast se kemi shtyrje, jo, absolutisht ishin të gjitha pale, sepse janë dhe probleme të tilla në gjykatat shqiptare. Fillimisht nuk të vjen prokurori. Dakor? Të lënë ndoshta 2-3 muaj pasi prokurorët tentojnë të kapin çështje të rënda. Dhe nuk e kuptoj pse duhet të jetë ky selektim, kur të gjitha çështjet në fundit e kanë bërë personin që vetëm një problem shumë i madh e bën të trokas në dyert e gjykatave. Pra ti ke vonesa dhe nuk është vetëm gjyqtari, është prokurori. Pastaj, janë mungesa të avokatit, i cili detyrohet të kapë disa çështje një herësh dhe pastaj nuk e përballon dot fluksin e punës, dhe tani të dele dhe vonesa e avokatit. Pa llogaritur që dhe gjyqtari ta tej zgjat për shkak të fakteve, pra nuk kemi vetëm gjyqtarin, kemi prokurorin, kemi avokatin, janë 3 komponentë që ta zvarrisin çështjen tënde. Dhe se kur të mos mjaftonte kjo, pra duke dashur të bëhem avokati e gjithë atyre që kanë problem të tillë, sepse është tjetër gjë kur e provon vetë, ti përfundon në apel. Pse çdo çështje duhet të shkojë në apel? Dhe vetë apeli, kur dëgjojmë që ka ende në dorë dosjet e 2016-s dhe ne jemi në 2025-ën, kur do të bjerë radha kësaj çështje? Pa llogaritur dhe rastin tjetër, nuk e di nëse jam e saktë, që një çështje pas 9 vitesh mbyllet në apel. Po, e vërtet. Atëherë si do ta gjejnë të drejtën njerëzit, do ta hapet edhe një herë çështjen në shkallën e parë? Shikoj, nëse apeli rikthem për rigjykim çështjen, atëherë do shkoj sërish në shkallën e parë. Po se ka fare apeli si dosi, se ka fare si dosi. Sepse nuk i bën radha. Janë kaq shumë dosje atje dhe kaq pak gjyqtarë. Pra, si zgjidhet ky ngjerç i vonesave nga 3 drejtime të ndryshme? Atëherë Kozeta Ngërçi, timi të sinqert, sistemi i drejtësisë mungojnë gjyqtar, mungojnë njerëz të aftë në drejtësi, mungojnë njerëz nuk mund të shkojnë me konkurim aty, do me thënë ka një kod që qeveria... Magistratura kërkon konkurim, kupton? Dhe nuk marrin provimet ata që konkurojnë. Kjo është arsye që nuk shtohet numri gjyqtarëve. E vërtet. Nuk marrin provim, nuk e ka njohurinë. Plus sistemi i drejtësisë, magistratura ofron vetëm një kuotë të vogël që mund të konkurojnë, edhe vetëm një kuotë e vogël ku ata përzgjidhen më shumë, mendoj unë, më shumë me mish se sa intelektual, sepse gjyqtarët e rinj, magjistratët e rinj, që tani janë në sistemin e drejtësisë, po japin vendimet gabuara, i zvarrisin dosjet për formimit të tyre. Po, për shkak se formimi i tyre, mendoj që formimi i tyre nuk është aty ku duhet dhe i duhet të kenë një lloj eksperience që ta mbarojnë në një çështje që është lënë për një gjyqtari tjetër. Po ai nuk e ka ashtë shpejtësinë, shkatësinë e gjitha sepse është në hapat e parë. E vërtet, sepse nuk ashtë si dikush tjetër që ka vite në drejtësi, ka vite që e ka studiuar atë çështje, apo ka vite që ose si është më mirë, të kemi këta të rinj që janë të ndershëm por që vonojnë, apo të kishim ata që i nxori vetingu e spaku e gjithë me radhë?
Shiko, t'jemi sinqert, ato që nxorri vettingu kishin një background tjetër. Ato që nxorri vettingu. Po çfarë backgroundi kur kanë marrë para nga njerëzit për të përshpejtuar procesin Kanë marrë gjyqësor? para. Pra një korrupsioni të tmeshëm drejtësi. Korrupsioni fillon nga avokati. Korrupsioni, mendoj unë, fillon një nga avokati, në këtë rast unë jam avokate vetë edhe e shoh çfarë po ndodh mes kolegëve, që premtimet që i bëjnë klientit. Po, i bëjnë Kemi parë shumë raste kozet ku avokati është në gjendër duke marrë rushfet nga klientët, avokati është ai që e zvarrit çështjen, mendoj unë, në disa raste. Më shumë se sa gjykatësit dhe prokurori? Po, më shumë se ç'duhet, mendoj në këtë rast. Nuk po ja vë fajin këtë avokatin, unë jam avokate vetë. Por jam një avokate e re në profesionin tim, edhe nuk e pretendoj që një klienti t'ja zvarris çështjen kur është për ta mbaruar. Kupton? Se klienti është mbret, mendoj. Edhe kur klienti është klienti im, nuk kam se t'ja zvarris çështjen, por janë epoka e vjetër e avokatëve, mendoj unë. Ato që kanë krijuar një stil ndryshe, një stil ndryshe pune, një stil ndryshe pune, për ta zhvatur sa më shumë klientin. Që nëse sot Sava është për dhunë familje, ati nuk i intereson Sava, por i intereson njëri që ka një rast më dramatik, më të koklavitur për të gjetur arsye të zgjatjes së procesit. Që ka më shumë para. Që ka më shumë para. Po, që ta themi shqip. Sepse nuk i intereson një çështje dikujt që ka dhunë familje as që merret me të. Dhe as që do ta çojë ato dosje, do ta çojë ditën që do të përfundoj afati. Po, pra në këtë realitet problemesh, dalin të parat për të ushqyrtuar edhe ato me vonesat e tyre, çështjet e krimeve të rënda dhe të gjitha problemet e tjera, gjithë pakënaqësi që vijnë nga çështjet e tjera. Po kjo Shqipëri ka që vogël, ka shumë dosje. Po, thash, mungesa e magjistratëve çon edhe pra, një zgjidhje ishte atëherë emërimi i magjistratëve të rinj. Po, e vërtet. Më shumë se sa janë pranuar deri tani? Janë një kuotë shumë e vogël, të cilët konkurrojnë. Unë para 2 viteve tentova të konkurroj, mora guximin të konkuroj, edhe pse isha vetëm 25 vjeç, edhe doja të konkuroja, po shkak u bën fakti që nuk kisha 3 vite eksperiencë pune për t'i plotësuar, do me thënë kriteret që kërkon magjistratura, dhe kjo ishin pengesat që hasëm. Por aty, në provim, unë pash të rinë magjistrat që konkuronin, që ndoshta kanë studiuar me mua drejtësi, kemi qenë në një nivel paka shumë profesional. Profesional, por... Dhe si student. Po, dhe si student, kemi studiuar së bashku dhe kur nuk i di, dhe më thënë që të kanë marrë provimet, i kanë marrë të vjeshtës, ose kanë marrë provime për disa viteve, dhe unë i shikoj të ulen në njëtat banka me mua dhe duke konkuruar për magjistrat, mos të them emra, mos përmend emra që fituan magjistraturën, por gjatë rrugës u ndeshen me pakënaqësi se jeta ka pakënaqësira, jeta jo të gjithë në sistem në drejtësisë mund të shkojë emri të kalosh si magjistrat dhe ti të fitosh magjistraturën, por kjo nuk do thotë që të gjithë gjatë rrugës janë të korruptueshëm. E kuptoj. Po si mund ta ndajmë? Po sistemi si hap kur rrugë të aftit dhe meritokraci, si mund ta dallojmë? Ta lëmë në dorë të fatit, do zoti e ka bërë atë gjykatës njëri të ndershëm dhe nuk tjetërsohet gjatë rrugës? Jo, nuk mund ta lëmë në dorë të fatit, po janë edhe njerëzit vetë, mendoj, unë si avokatë, mund të them janë edhe klientët që janë mësuar me sistemin e korrupsionit. Unë kam klient të cilët mund t'i kem rastësisht për dhunë familje dhe im thot, dua ta nxjerr djalin sepse nuk ka bërë dhunë familje ndaj bashkëshortës, dhe më thot, avokati sa lek do. Unë nuk e kuptoj çfarë është kjo gjuhë e të folurit me avokatin. Okej, faktikisht një klient e ka pagesën ndaj avokatit, sepse ai po merr avokat privat. Po, e vërtet. Por ai do të paguaj më shumë se ç'dua. Jo, ti më detyrosh mua një shumë. Dhe i thot, jo, shko ofroja gjyqtarit, më fal.
unë t'i ofroj gjyqtarit para, për çfarë t'i ofroj gjyqtarit para? Nuk kemi në atë sistem. Dhe më thonë, janë të njerëz që sot ankohen, të njerëz që sot hedhin balë mbi sistemin e drejtësisë. E kanë njohur korrupsionin e kanë njohur njerëzit dhe jo sistemi i drejtësisë. Unë mendoj që po mos t'i ofrosh një gjyqtari para, ai do mësohet. Nuk do e bëj ligjin si duhet. Po të më ofrosh ti mua aparat me joshës, ai ka dalë punoj. Sistemi i korrupsionit ekziston në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Tani këtë shqiptarët na dalin kozeta të ndershëm, këtë shqiptarët se po më fal, por kur kam parë ato komentet, jam shumë e irrituar si mund të jem pjesë e këtij llumi shoqërie, ku hyn në një lum komentesh për një gjyqtar, i cili 30 vite i ka shërbyer këtij populli, 30 vite ka dhënë drejtësi, për mua ka dhënë drejtësi. Nuk po mbaj krahun e askujt, por po them që ai gjyqtar që sot u vra pa drejtësisht. Unë kam përshtypjen që në ato komente nuk është se kanë pasur diçka personale me vetë gjyqtarin që humbi jetën. Thjesht ai është gënjimi masiv i njerëzve të zhgënjur nga disa gjyqtar, por ju duhet diku që të orientojnë për të shprehur dufin e tyre dhe thjesht e bëjnë herobile. Dëgjova dhe termin Avni Rustemi që u përdor. Po, e dëgjuam këtë, po nga shqiptarët nuk habitemi Kozeta. Shoqëria shqiptare është në nivel shumë të ulët arsimor. Ka rënë sistemi arsimor, në zero. Dhe çfarë do të thotë? Ulja e sistemit arsimor çon në nivelin dhe backgroundin e njerëzve. Djali në fjalë, pa dashur t'ja lakoj më emrin. Ishte jurist. Apo jo, me sa dëgjova, me sa... Po tash këtë se pas kam dëgjuar, po kam dëgjuar që ka qenë nxënës i shkollës mesme, Pjetër Meshkalla, që aty shkojnë vetëm nxënësit e mirë. Po, një student i mirë, dhe ishte një jurist. Një jurist, por një jurist nuk mund të bëjë vetë gjyqësi në sallën e gjyqit. Një jurist nuk mundet dot ta bëj ato që bëri ai. Ai tregoi një nivel shumë të ulët mendor tin, tregoi një background. Atë që e bëri ai konkret, ka njerëz të tjerë që e kanë vuajtur procesin e examit. Kozeta më fal, ai doli të merr të hak për këtë popullin, doli të bëj vegjësi për gjithë popullin, në emër të popullit, ta shpallim hero tani. Le ta shpallim hero, kështu themi. Jo, absolutisht hero për atë që ka bërë, por ne duhet të futemi pak në lëkurën. I mori jetën në babait fëmijëve. Është burri një bashkëshorte, ka një familje në fundit. Okej, ai është rritur në një dëshpërim të jashtëzakonshëm. Ai e ka konsideruar gjithë atë që i ka ndodhur në përkëmbje të dinjitetit familjar dhe në fundit në këtë botë për çfarë jetojmë, për pak dinjitet dhe respekt. Ai është ndjer i nëpërkëmbur, pra nëse ai, domethënë, ka pas dokumentacionin në rregull për 30 vite, sepse ngjarja 30 vite ka ai sa është mosha e tij. Pra të futemi pak në psikologjinë e këtij personi. Psikologjia e njeriut edhe rëndohet nga zhgënjimet e vazhdueshme, gjyqet, kthime, shko, hajde, borxhet për të paguar avokatin, sa seanca që ka qenë. Pra ky person është në një gjendje psikologjike të rënduar dhe se ky ka shumë të tjerë. Sepse nëse dëgjojmë komentet e të tjerëve që e mbështesin, do të thotë që dhe ata e vuajnë të njëjtën gjë. Kozeta, jam dakord. Por jam dakord, pse ky popull pikërisht u qua dhe hodhi një lum komentesh kur ndodhi kjo ngjarje? Pse ky popull sot hodhi një lum komentesh? Pse ky popull nuk u ngrit në kam? Pse ky popull sot ndaj Edi Rams, pa bindje politike fare, pse ky popull sot ndaj Edi Rams janë ato që ankohen për drita, janë ato që ankohen për pensionet e ulta, janë ato që votuan Edi Ramën, janë ato që dojnë Edi Ramën, janë ato që mbushin sheshet me Edi Ramën, apo jo? Janë një të popull. Kur atyre i vjen aty ku nuk mban më, ky popull ngrihet dhe proteston. Sepse marrim rastit në Gjermani, po flasim për Europën, kur flasim për Europën, jemi dy këndvështrime të ndryshme. Por në një rritje naftës të ndodhi në Europë, të gjithë popullit qonë në këmbë fikin makinat. Në Shqipëri jo, nuk ndodh. Nuk ndodh. Po flasim një... Atëherë, pse nuk ndodh? Kjo ndoshta do donte edhe një temë edhe më të gjerë për ta diskutuar se pse nuk ndodh. Sepse vujtjet e një pasnjëshme, shkeljet e drejtave të një pasnjëshme kanë krijuar një lloj dëshpërimi dhe indiferencë. Pastaj është futur dhe individualizmi. Në një bisedë me mjaft miq, edhe nëse do duhet të bëhej një revolucion për të ndryshuar gjërat, nuk kemi një brez që vetë sakrifikohet për veten e tij për t'i hapur rrugën një brezi tjetër. Kozeta, unë jam shumë dakord. Ne ose largohemi nga një e keq, ose mendojmë, janë dy variante.
Një variant është mendon mbijetesën dhe ta kema të pak të ullët dhe mos i bie ndesh pa drejtësisë, dhe varianti i dytë është, okej, përfitoj më shumë se sa meritoj. Po, dhe mbaj atë nivel pasurie. Marr pak nga rasti i fundit që ndodhi. Ky djalë shkoi me paramendim në gjyq. Ky mori një armë dhe e kishte mirë menduar për ta vrarë zotrin. Jo, kishte menduar ndoshta variantin Kishte menduar variantin që nëse do jepte pro ti, nuk do e vriste. Por kishte ardhur me mendime aty, nuk kishte ardhur ky në gjykat për ta vrarë, për të mos ta vrarë. Kishte ardhur për ta vrarë. Edhe ai e dinte që nuk do e fitonte. Prandaj kishte ardhur për ta vrarë, prandaj hyri si trim. Siç e quajtën lumi komenteve trim. Sepse tani po merren me sistemin e sigurisë në gjykata. Për shembull, kjo është pak më aktuale. A nuk ka një matje, për shembull, ky person ku e pas ka vendosur pistoletën që me armë përmes një detektori, ti e kupton nëse... Po, e kuptoj. Po në atë ditë kishte pothuajse një javë që sistemi i sigurisë në gjykatën e apelit nuk funksiononte, por ai unë mendoj që kur ka hyrë nga dera ku hyn gjyqtarët, nga njëherë mund të hyjë dhe unë, nga shpejtësia që kam për të kapur gjyqet, dhe ka hyrë jo në sistemin e alarmit, sepse kur të hysh në sistemin e alarmit, edhe kur punon, aty bëhet një kontroll i hotësishëm, edhe një avokatëve. Neglizhencë, kjo ka qenë neglizhencë, po, ka qenë neglizhencë, sepse aty nuk mund të arrish ta shikosh nëse Sava është gjyqtare, apo nëse Sava është avokate, apo nëse është një person i thjeshtë. Edhe kur ka hyrë nga jo derë, se zakonisht në derën ku pa që doli personi dhe tha, unë jam vrasi, aty hynë vetëm gjyqtarët, edhe hynë vetëm njerëzit që i përkasin gjykatë. Jo pjesa qytetarëve, pjesa qytetarëve kanë hyrje tjetër, ku kanë një kontroll tret sigurie. Dhe unë jam e sigurt që ai ka hyrë jo nga kontrolli i sigurisë. Dhe kjo nuk është faj e rojës. Sava, një ngjarje e tillë, çfarë mund të sjellë përveç atyre lumit komenteve? A mund të ketë ndonjë përmirësim, a mund të diktoj, ja për shembull kur dëgjuan atë mbledhjet më i hershme të gjyqtarëve, çfarë do ndryshoj? Kjo ngjarje. Po nuk besoj që do ndryshoj diçka, do ndryshoj sistemi i sigurisë nëpër gjykata. Kjo është gjëja që do ndryshoj, po. Por mendoj që të ndryshoj pak populli shqiptar, që të ngrihesh në këmbë dhe të hedhësh një lumë komentesh, po mendo pak sa i njëri kishte një familje, mendo se kishte këto fëmijë. Sava, populli ndryshon, po i dhe drejtsinë që e meriton. Po, drejtsinë që e meriton. Po, populli duhet ta kuptojë që drejtsinë që e meriton, një fillon nga ata vetë, dy fillon nga avokati i tyre, dhe pastaj gjykata. Gjykata është e treta. Këtu. Je me atë shprehjen që çdo popull meriton qeverinë që ka, apo dhe drejtsinë që ka? Jo, çdo popull e meriton sepse e ka zgjedh vetë drejtsinë dhe qeverinë që ka. Lidhur, okej, unë do thoya që ne jemi një popull indiferent, po, sepse kur vjen puna për të zgjedhur, ata që shkojnë në votime nuk janë më shumë se 22%, që ajo 22% është krijuar me administrat. Kozeta. Dhe shkon administrata nga Afrika dhe i votën. Kozeta, nëse ky gjyqtar do kishte dhënë vendimin pro këtit, edhe pala tjetër do vepronte në atë, sepse njeriu nuk mendon për momentin, nëse i ka ardhur majt hundës, siç e the ti. Ky popull prap do ngrinte lumë komentesh, njëjtë. Sepse ata të vërtetë nuk e di as unë as ti as populli. Dhe populli ngrihet aty dhe hedh një lumë komentesh, sepse Kozeta, nëse do ishte bashkëshorti yt, nëse do ishte familjari yt, babai yt, si do veproje ti në këtë rast? Okej. Sava, ne mund të mos dimë detajet e ngjarjeve dhe as fare, nuk duhet të hyj fare të bëj analizë, sepse si mund të bëhet analizë, bile e urrej faktin që marrin përsipër të bëjnë analizë ngjarjes, por fakti që procesi drejtësisë është totalisht i dështuar në Shqipëri, këtë e di dhe është shumë e dukshme, sepse e kanë provuar shumë njerëz në kurrizin e tyre. Mendoj që është i dështuar. Por korrupsioni ekziston në gjithë botën, nuk mundet dot ta thash, fillon nga qytetarë që të gjithë kur ndodh një çështje ngrihen të gjithë në këmbë. Edhe pse nuk u ngritën këto shqiptarë me edhe një lumë komentesh pak para, po u ngritën po sot që ndodhi një akt barbar ku vritet një person krye detyrës, mendoj unë, nuk u ngritën përpara. Pse nuk hodhin një lumë komentesh për sistemin e drejtësisë? Pse nuk e hodhen më përpara? Pse nuk ngrihen protestë për të thënë që kjo drejtësi është e dështuar? Sava, ekziston rreziku tjetër që duke qenë se tashmë u dha një panoramë më e qartë e zvarritjeve në gjyqësor
njerëzit tashmë t'i lajnë hesapet vetë dhe mos shkojnë fare në gjykata, se Jo, e më din se që qa të pa përballen. puna, nëse se fillen t'ju i la hesapet të tanë vetë. Jo, a mendon se mund të ndikojë dhe në këtë përjerje negativisht e gjitha kjo që ndodhi, që t'i bëj njerëzit mos shkojnë në gjykatë se do mbetesh 30 vjet atje. Jo, më jo, se nuk janë populli shqiptar kaq trima sa duken, se t'jen kaq trima sa duken kishin bë vetë gjyqësi sot e kaq vite. T'jen kaq trima sa duken populli shqiptar. Jo, faktikisht vetë gjyqësi dëgjojmë në Vetë gjyqësi dëgjuam në rastin njeriu që nuk ka background. Një rast njeriu nuk janë pak raste, për një Shqipëri kaq të vogël që u vra për pronën. Domethënë ka vetë gjyqësi. Po, vra për pronën, ka vetë gjyqësi mes tyre, po jo të shkosh të vrasësh njërin në krye detyrës. E kuptoj. Sa ai në fund ditës është shërbëtor i popullit për 30 vitesh. Sistemi drejtësisë i shërben popullit, mendojnë. Sistemi drejtësisë, okej, nuk flas ka raste ku shumë burgosur janë aty padrejtësisht. Edhe kjo është e vërtetë, shumë janë padrejtësisht aty. Në rastet ku drejtësia nuk ban rolin e djallit, ose nuk jep një drejtësi mohuar, ose vjen mbas 10 vitesh dhe futy në burg dhe thot, ok, do ta marr këtë në pyetje apo diçka kur nuk ka prova. Në një rast kur nuk ekzistojnë prova fare. Qartë. Në momentin që s'ka prova. Po. Për çfarë mbahet njëri në burg kur nuk ka prova? E kuptoj. Kanë shanse me që ne e nisëm bisedën dhe për ta përmbyllur ata që ke konstatuar që janë padrejtësisht në burgun e Rreshtit, kanë shanse që të dalin apo nuk e themi dot që nuk do dilni se ti ke edhe klient njerëz. Ka shanse apo jo? Që të dalin? Mund të vazhdoj një luftë në Shqipëri si që ato që janë padrejtësisht. Të shohim në për po filmat amerikanë. mendoj që do kemi edhe magjistrat 3 kozeta cilët do japin vendime të drejta, jo vetëm vendime të padrejta. Mendoj që do ketë dhe magjistrat të cilët do gjykojnë drejt një çështje, do gjykojnë aty ku ka prova. Ti mund ta gjykosh njëri dhe mund ta dënosh në rastin kur ke prova. Në rastin kur nuk ke prova konkrete për dikë, ti mund ta mbash një afat kohor në burg, por nuk mund ta mbash nuk mund vazhdoj kjo përjetësi e provave. Pa prova. Unë të falenderoj shumë për këtë mendim që ndave kënaqësi shumë që të patëm edhe në studion e emisionit të Arom Shkodre, po kam një material shumë interesant që do e prezantojmë se dua të di, unë mund ta nisim me pak problematik atë që thash në fillim, po më pëlqen kur jap edhe një model shumë të mirë. Do e kishe besuar ti, pra në qoftë se ne atje kishim një banesë që do dilni ju, se është prona ime, dilni ju, se mua më dhimbsen dhe të gjitha ata familjar, të asaj Godine, bile kaloj disa herë aty sepse kam qendër shëndetësore, te Godina për që i shoh ato familje të strukura, disa Godine vjetër, një Godinë. Po, me sa kam parë në kamera. E imagjinoj totalisht hallin e tyre se ku do shkonin me ato të ardhurat pakta që nuk preket shtëpi sot me dorë, nuk blihet dot. Dhe unë ju aqaj hallin atyre familjeve se mund të kenë edhe të sëmur brenda, të pafuqishëm fizikisht, e pamundur që të mbledhin para, se po të kishin para, do kishin mbledh një shtëpi më të mirë e do kishin njikur nga i vend. Po mu habiti reagimi i mirë a banorëve kur ky doli bëri vetë gjyqësi, mu habiti reagimi i mirë a banorëve, të cilët ndjejnë keqardhje për rastin që ndodhi dhe shprehin dëshminë për familjarë. Këta nisën nga dhimbja që kanë pasur duke përjetuar vetë problemin dhe fenomenin me gjyqësorin. Pra ata thjesht kanë shprehur dufin dhe ajo që konstatuam ishte masa shumë e madhe. Të vërtetë nuk e dim as unë as ti. Vërtetë. Por ai që është nisur ka hyrë gjykat, ka hyrë për ta vrarë, nuk ka hyrë. Gjyqësori e dim që është një dështim total, është dështim total gjyqësori. Ai nisë nuk i mori gjithë para sepse ai ishte nisur për t'i vrarë gjithë, kush i dilte para aty në gjykat. Tani unë them ta ndrojmë temën, duke thënë e beson ti për shembull që një qytetar në Shkodër, pra ne, okay, se Shkodra tani na ka vendosur në pozitë, jo Shkodra, po raste të tilla përpara gjithë shqiptarëve kudo në botë. Ishte rasti i Atigilës. Si mundet një gjyqtar të liroj një kriminal të dorës parë, mendoj ose një background i tullet shoqëror, niveli i tullet shoqëror. Ta lë të lirë dhe ai pastaj të vazhdojë. Ke të drejtë. Jep dënime për njerëz që nuk kanë prova, janë të pafajshëm. Është kalbur gjyqësori. Tani Akip Gila shëtit i lirë, një smur mendor, mendoj unë, një paaft i shoqërisë shqiptare, që është në dëm të shoqërisë shqiptare Akip Gila dhe shumë Akip Gila të tjerë të cilët funksionojnë të lirë dhe janë të lirë nëpër kafenet e gjithë shqiptarëve. Vetëm thjesht dua të them diçka. Se Shkodranë kanë 1000 halle tjera, por një nga hallet është e imazhit. Okej, domethënë çfarë impakti krijojmë ne si Shkodranë kur dëgjojnë Shkodra kështu e Shkodra ashtu. Edhe derisi detyrën e mediave të promovojmë, po sa më shumë shembullin pozitiv. Dhe në emisionin Arom Shkodër përgjithsisht nuk flasim fare për këtë temë.
por nuk mund të qëndrojmë dot jashtë. Dhe faleminderit shumë që u bëre pjesë e këtij diskutimi, është shumë delikat. Unë jam krajësitjem të emision, se Shkodra është djep kulturë. Ashtu, se kemi nevojë tani edhe për të Edhe mendoj kur thonë Shkodra është e frikshme, mendoj që Shkodra nuk ka kriminal. Se po t'ishin kriminalet në Shkodra... More ka raste kaq të bukura që si gjen hiç në të gjithë Shqipërinë, raste pozitive. Se këto njerëz që na dalin në televizion, që kryejnë këto krime, nuk janë shkodran. Nuk janë... Po jo mos e Shkodër, se dhe duka gjeni Shkodër, është bashkia Shkodër edhe ajo. Duka gjeni Shkodër, nuk janë shkodran, sepse pam raste që kanë ndodhur, raste fundit, ato që i bajnë veprat penale, se shkodran vetë... Jo, mos të paragjykojmë asnjë, janë qytetarë, kanë dhimbjen e tyre, le t'ja lëmë në dorë gjykatës dhe avokatërve. Ndoshta dhe ju ku ta dish, ndoshta në ndonjë rast derisa keni ardhur deri te Burgu i Reçit, mund të jeni shumë mirë avokati në ndonjë rasti në Shkodër. Do thoja, do shembullin pozitiv. Dua ta mbyll mirë emisionin Arom Shkodre. 12 vjet një qytetar i Shkodrës i kap shkallët e pallatit. Nga kati 7 deri në katin e parë i pastron vullnetarisht pa marrë asnjë lek. Dhe jo vetëm kaq. Është burr, është rreth 60-67 vjeç, në mos gaboj. Zotëria dhe lyen shkallët. Zotëria pastron dhe oborin mes pallateve. Zotëria ka mbjellur pemë dhe ju ka bërë një dekor shumë të bukur. Po që ka bërë gjitha ato vizatime të bukura për fëmijët në mur, ka vendosur stola ku e shpreh dukshëm dashurinë e tij për ekipin gjerman. Bravo. Ajo një vullnetar i dukshëm. Po jashtëzakonshëm. Po nuk e Shkodran. Nuk e kam, po Shkodran. Shkodran, një njeri shumë i zakonshëm, nuk ka qenë as funksionar, nuk ka ardhur as nga ndonjë qytet tjetër, pra është Shkodran. Ka bërë gjithçka vullnetarisht. Po 12 vjet, jo një ditë, as një javë, as 12 javë, 12 vjet e bën këtë gjë. Dhe thotë ta bëj prapë. Po mirë, mos zotni, nuk do një pakti, jo tha, nuk e dua as pagën. Kështu do vazhdoj ta bëj. Dhe për mua ky është një model i jashtëzakonshëm i vullnetarizmit, i dashurisë, i harmonisë mes atyre banorëve të pallatit. Unë uroj që ata banorët e pallatit ta mbajnë çik në shuplak të dorës, sepse vetëm veprimi është shumë pozitiv dhe inkurajues për çdo banor i cili shef një model, po del nesër në punë, jetë në përditshmërinë e vet, frymëzohet, bëni diçka në të mirë të shoqërisë edhe të vendit të punës aty ku jeni. Le të ndjekim të reportazhet e shkurtër dhe rikthehemi në studio. Zgjohet çdo ditë në orën 4 të mëngjesit dhe me mjetet e pastrimit do e nis fillimisht nga shkallët e pallatit ku ai banon. Fillimisht nga kati 7 deri tek i pari. Ai nuk është i punësuar, por thjesht banor i këtij pallati, bile as nuk pret të punësohet. Çdo gjë e bën vullnetarisht, pra pastron shkallët dhe xhamat në pallat në ambientet e përbashkëta pa u paguar. Ka zgjedhur ta bëj këtë gjë vullnetarisht dhe nuk ka 12 ditë apo 12 javë që e bën këtë, por plot 12 vjet. Mbetet një rast unikal sot në Shkodër, por dhe më gjerë që një qytetar bën një punë vullnetare prej 12 vitesh pa u ankuar dhe pa u kërkuar asgjë komshinjve në këmbim të shërbimit që po bën. Në fakt të raste të tilla, të lënë totalisht pa fjalë, kur mendon se sa është e gërsuar shoqëria në ditët tona. Nuk po flasim për ngjarjet më të fundit, por dhe në bashkëjetesën e përditshme me komshinjt. Në çdo hyrje pallati, ashtu siç kemi komshinjt e edukuar dhe mirëkuptues, qëllon jo rrallë të bashkëtosh me arrogantin, atë që ngres zërin, që fyen, që nuk bashkëpunon, që zapton hapësirat e përbashkëta dhe pengon shembullin pozitiv duke përgojuar. Këta lloj qenies e demoralizojnë njeriu e ndershëm në ditët tona, i presin krahët, por me Petrit Fatin nuk ka ndodhur kështu. Ai punon çdo ditë i heshtur me ato mjetet e tij dhe nuk mjaftohet vetëm me pastrimin, obori shkëlqen gjithmonë në çdo ditë të vitit. Ajo që në befasoi akoma më shumë ishte fakti se stolat që gjenden në obor janë lyer prej tij. Po ashtu dhe lulet në kopshtin e vogël janë vendosur po prej Petritit. Vizatimet e bukura në muret anësore me tematik botën e fëmijëve janë realizuar nga një piktor që është paguar nga xhepi i tij. Shumë kush do pyese se pse e bën Petrit Fati një shërbim të tillë. Dhe ne kuptuam gjatë bisedës me të se çdo gjë ai e bën i nxitur vetëm nga pasioni. Jemi mësuar të shohim pasionin në art dhe në sport dhe jo në mirëmbajtjen e pallatit, por qenë kemi gabuar. Mund ta bësh me pasion edhe një punë të tillë. Një shërbim ndaj banorëve mund të jap kënaqësi dhe të ndihesh mirë me veten dhe të tjerët.
Petriti nuk e ka pasur të lehtë. Kuptoi që teksa vendoste pemët, realizonte vizatimet dhe të tjerë, disa komshi mund ta kenë parë dhe me dyshim, sepse veprime të tilla zakonisht ndodhin kur njeriu krijon territorin e tij dhe përvetëson ndonjë hapësirë publike, por pastaj e kanë kuptuar se çdo gjë e ka bërë për humanizëm. Në këtë frymë ai e nisi pastrimin që nga kati 7 e deri në trotuarin pranë rrugës urbane të qytetit të Shkodrës, aty ku ndodhet lagja Salo Halili. Ne zgjodhëm ta ndanim bisedën me të gjithë teleshikuesit, sepse të gjithë kemi nevojë për modele pozitive dhe frymëzuese në ditët tona. Të përshëndes, shumë kënaqësi që vim këtu dhe të shohim në një pozicion që ne nuk na kishte marrë mendja një person, banor i thjesht një pallati, i cili merr përsipër të mirëmbaj gjithë ambientin e pallatit në cilin ai jeton. Tani kjo është e vërtetë apo jo? Është e vërtetë. Është mos e vërtetë. E nisë nga një prezantim për gjithë teleshikuesit që janë duke ndjekur emër mbi emri jot. Pierin Fati. Po. Lagja Vasil Shanto, mreti Gent, rruga banus të pallatit Po, këtu. ne jemi në lagjen këtu, në lagjen? Salo Halili. Lagja Salo Halili, pra ndryshe ndodhem javër Xhambos ose kompleksit Po, Uraj. patjetër. Vim këtu dhe gjejmë një ambient fantastik, jashtëzakonisht pastër, ndodhet godina këtu që ka 7 kate, të cilat i nis që nga kati 7 edhe i pastron Deri poshtë. po deri poshtë. Po. Është e vërtetë? Është e Sa kohë ke vërtetë. që po e bën këtë gjë? 12 vjet. Si më Qysh se 12 ka vjet marrë? bën këtë pastrim? Po. Nga kati 7 pastron shkallët, rregullisht. Po. Edhe xhamat. Ti punon Edhe të ta xhamat. dill? Ja, no. Ti nuk je i E bëj punësuar. vetëm dëshira jame është. Pasion. Po, pra që ti pasron që nga shkallët lartë, ambienti këtu, rreth e rrotull, dhe ke krijuar dhe një kopsh shumë të bukur dhe shumë të veçantë kjo pjesa këtu. Patjetër. Ku mendova se është një kopsh privat. Ndërkohë që ti e ke krijuar çdo Unë gjë kam vetë. kriju, po, vetëm e kanë bukur, si me thanë, ambienti, me kanë i përshtatshëm për gjithë, jo vetëm për vete, se kam bërë. Ju kam dhënë edhe qilësin me desh me një kujshive, si me thanë, kujshive të mi, po dojnë për me hy, se në fillim patën thonë që, jo, pse bane, a ne është i përbashkë që ku ke qilësin, e kam dhënë ordnar, rësat dësh. Se kishe edhe nga këto probleme, ti Pa, pra ti e në bëre fillim, vullnetarisht çdo fillim. gjë në fillim, Në ëh? fillim, Si ka fillim. qenë ajo që të krijoj një ide? Se tani nuk e kemi, si Ja. ka qenë ajo? Ka qenë Ti e ke me remetuar, restauruar, komplet. po dhe pikturat, ëh? Edhe Ke pikturë, vendosur, pa tjetër. ke rregulluar. Jo se i kam duhet. bënë me dorë teme, dakor. po. Por ke marrë piktorin Po, dhe ke patjetër, bërë. patjetër. Tash atë piktorin kush e pagoi? A piktorin unë. Piktorin unë, e pagova. Edhe pemën që janë vendosur ke vendosur ti. Vetë, gjithë. Atë dekorin rreth e rrotull dhe ke vendosur ti. Ti, jo. Pa tjetër. Ne na vjen shumë çudi që në Patjetër. ditët e sotme 2025 kemi një njeri që bën një punë vullnetare. Si ka mundësi? Faleminderit për shaka, është pasioni jem, nuk e është. Çfarë punë ke bërë? Se gjithë do mendojnë tani se ke qenë lulishtar. A ke qenë lulishtar? Ja, Jo. Në nërtim kam punuar gjithmonë. Por pastërtinë kam pas pasion. E kuptoj. Pra ti ke punuar gjithë jetën në ndërtim. Po, Sa kohë ke që ke dalë në pension? 2 vjet. 2 vjet që ke dalë në pension. 2 vjet. Po. Çfarë ke punuar deri para 2 viteve apo prapë në fushën e ndërtimit? Ndërtimit gjithmonë hidroizolus kam kanë. Hidroizolus. Hidroizolus. Disa teleshikues po na djekin tani dhe thonë, po punën në shtëpi i bën ti, i rregullon çdo gjë ti, apo aty nuk ndërhyn në sektori gruas aty. Jo, inshallah. Përbashkë të bëjmë. Bashkë në shtëpi. Pra ti je ai Po, personi i shonqe. kujdesshëm. Por si lindi kjo ideja për t'u marrë me gjithë pallati, se ti e di sot, domethënë njerëzit për shkak të ashpërsisë, komunikimit, Ja, nuk dalin ta njerëzit. nuk para merren shumë ambiente të përbashkëta se Po nuk merren tonë në atë punë, jo të gjithë. Nuk e kanë këtë pasion, ma mërmane pak kush. pak kush e ka këtë gjë. Ja, pak kush. Të sot i probleme kjo në familje që tha, po ç'të duhet, pse përzihesh me njerëzit, meru me shpinë tënde, është fryma e përgjithshme në Jo, Shqipëri. ma thonë, Ta thonë, po, ma thonë. Po si i përgjigjesh? A ke qef kur e shef për shumë vendin e pastër, i tha me logrus. Po. Kur e shef vendin kur del, pse lodhë shti, thot, po.
E kuptoj. Të gjitha pallatet, sidomos edhe Kanë respekt, në qytetet kryesore të Shqipërisë, kanë një administrator, Po, e di. I cili kundrejt një... Dhe i pallati aty ka administrator. Ka punëtorën që e paguajnë, nërsa unë e kam ba vetë. Edhe i kam thënë, sa të temi gjallë, unë mos e keni problem. Sa të eci me kam, unë e pas të nuk e la. Edhe me ardhë një pastruse, unë do të animoj. Ti e ndihmon. E kuptoj. Të nxit diçka për ta bërë apo vetëm thjesht dëshira? Ja, dëshirë, e kam pasion. Ti ke pasion pasërtina, ke pasion pastrosh. Se janë dy gjëra të ndryshme. Ke pasion pastrimin apo pasërtin? Pasërtin, me kënë pastër, gjithkon. Gjithkon. Qef kishe pas, edhe me quder të ascensori aty me pa. Po, do të shkojmë edhe aty. Si reagojnë tani kur shikojnë ty tani? Çfarë moshe ke? Të lutem nëse pyes, çfarë moshe ke? 68. Bukur, një 68 vjeçar, që nga kati 7, zbret, pastron. Si reagojnë komshit përgjithsisht? Për zotën mirë, në përgjithësi janë në gjithësu. Se kanë helë për shumë që edhe këtë e pasojnë. Dhe në shkallën një aty, edhe këtë të. Edhe të racën e objekteve që janë si për aty, Po, këtë, këto, pa edhe këtë. Gjithesh aty si pse ka njerëz pa përgjegjshëm që hedhin nga lart. Cingare, dhe ti shkoj pas. Kam shkruar aty në tokë, si mos hidhni me torina. A ti bën dhe parulla, kështu. Që ata të mos I hedhin. Pa tjetër. Ka ndikuar ajo e shkruar që mos hedhin? Ja, shumë. Shumë. 90% janë ashtu njerëzit. 90% pra janë ndërgjegjësuar. Janë ndërgjegjësuar, po. Shoh që jemi ulë në disa solat që besoj dhe ato I ke vendosur e lyer ti. Po ke vendosur flamurin gjerman, pasioni jot është Gjermania. Gjermania. Sa kohë ke që je tifoz me Gjermaninë? Qysh se kam le. Ashtu, ë? Që kam zonë. Ke vendosur dhe flamurin aty, kuptohet, edhe stolat këtu. Edhe shqiptar, po, se jemi në Shqipëri, prandaj. Për te kam bërë. Sa do vazhdosh ta bësh një gjë të tillë? Derisa të mundë më qurë kam. E kuptoj. Derisa të eci, si më thonë, unë vazhdoj, nuk nalë kush. A ka ndonjë tendencë të komshive që e kanë bisedu dhe kanë thënë shiko, ti e bën që e bën këtë punë, pse s'e kemi ty administrator dhe gjërat të bëhen me rregull? Ma kanë thënë. Të bëhen me rregull. Ma kanë thënë. Ti nuk gëdoj që të bëhesh me rregull? Ja. Po pse? Ja, s'kam qef. Nuk kam qef. Vendi mu në moj këtë do që të vinë këto, ndash pastrusë, ndash administrator, kush do që të vinë. Pra ti do ta pastros, si kush do tjetër që të vinë. Unë në moj, pa, dorë për dorë. Se nuk mund të rri. Po mirë, më kur ikën me pushimet, si I shkon fati këtij vendi? A ke shkuar me pushime apo nuk shkon me pushime vetëm për hatër të oborrit? Unë do më shku për Krishtlindje, një 10 ditë. Si më thonë, e di se nuk e gjej si duhet, por ja mirë, prapë mirë. Pra ti do ikësh me marakun e madh se kush do e pastroj këtë vend. Pa për Zotin, po. E kuptoj. Ke bërë kopshin atje, ke bërë stola, ke mbajt, çka ke plan tjetër? Qatë mundëm do të bëj, qatë mundëm do të bëj, për të mirë, si më dhanë për... Po, në qytetin e Shkodrës ke pa ndonjë rast I veten, apo jo? Ti e rast I parë, nuk e... Nuk më mërmendje. Kam jetu të Ishdega Armandshme. Më përpara, para 12 viteve se të vije këtu. Po kështu e sjell dhe atje? Shembull dhe atje, ë? Më thënë ata kanë qenë me lot kur ke ikti. Pra e patën me marak shumë të madh. Ka ndonjë komshi që del që thot po të ndihmoj dhe unë? Zotën asnjë s'ka dalë deri tash. Asnjë. Pra ky mbetet vetëm thjesht pasioni puna jote. Po, vetëm se po, më respektojnë shumë. E kuptoj, ti një rast shumë I veçantë në qytetin e Shkodrës, edhe urojmë që të kesh forcën një herë. E njerëzit janë shumë mirënjohës për këtë punë të mrekullueshme që bën, se je një model shumë I mirë edhe për qytetin e Shkodrës. Po tjetër. Por ne nuk rrisim. Sa herë që dal e kthehem për rrugët, unë do të hedhë sy, si më thonë, oborrit, e shkallave, sa herë që ti dal. Në 6 e qerek natës, këtu e ke xham gjithçka. Xham. Me shkalla, me ascensore, me ato. Qom që ishë në 4. Natës. Bravo. Që në 4 mëngjesit dhe ti shtë Po, që ishë në 4. Marrë shkallat, ascensorin, katin e parë kret, me shtupe, me tana, e pastrej. Edhe kështu, edhe I herë në 2 javë, si me thanë, ose edhe kry javet, u bjen shi, si me thanë në shkallat ashtu,
i pastroj prej në deri poshtë. Ma din për nërë, faleminderit për ty. Mirë, ky ishte materiali që ne kishim përgatitur, e përshëndesim zotrin, i themi i lumshin duart edhe, në shembullin tënd pse dhe mjaft qytetarë të tjerë, ndoshta jo 12 vjet duket shumë, por sikur bëjmë pak gjëra pozitive për shoqërinë, pa pritur gjithmonë që të paguhemi, jo pse nuk duhet paguar. Një punë e tillë, pallatet në Shkodër, në Tiranë kanë filluar, sidomos në Tiranë, kanë një administrator që kujdeset, që merr një pagë të caktuar, është e merituar ajo pagë. Por shembulli pozitiv i përkujdesjes është jashtëzakonisht i mirë dhe na bën mirë në këtë shoqëri që po egërsohet pak. Pra këto shembuj zbusin. Unë falenderoj edhe avokaten Sava Topalli, shumë kënaqësi që të pata në studio. Shpresoj të shihemi sërish në studion tënde dhe në vendin më të bukur, në Djep në Kulturë, Shkodrën. Faleminderit shumë. Shpresoj të keni sukses në punën tuaj. Faleminderit shumë ndërruar Kozeta. Dhe pas studimeve ndoshta të mëtejshme, konkurimeve të tjerë, pse jo në rolin e një gjykatëse? Ajo është pasioni im që të jem magjistrat e ardhshme, por nëse... Le të shpresojmë, është një rrugë gjatë, e mundimshme, e rëndësishme të kemi vullnetin, durimin dhe aftësitë kuptohet. Falenderoj të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur, i transmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në orën 15:30, e ndërkohë ju lë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Natën e mirë.